Këto dy seanca po i mbajmë pas ditën e mbrëmjes sonte, sepse këto ditë po zhvillohen seancat e fundit të procesit gjyqësor ndaj drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit. Kërkesa e prokurorisë për dënimin prej 45 vitesh burgim për secilin, ku përfshihen edhe pretendimet për krime kundër njerëzimit, është orvatje që bie ndesh me të vërtetën dhe mohon kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare. Qëndrimi i Qeverisë së Republikës Kosovës që unë drejtoj është i qartë. Në Kosovë janë kryer krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare. Ato i ka kryer regjimi i Jugosllavisë së Serbisë nën Milošević. Kjo është e dokumentuar dhe e njohur ndërkombëtarisht. Barazimi mes drejtuesve të UÇK-s dhe të një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm. Është trembrim faktik e historik. Për familjet e viktimave është i padurueshëm përveç se i papranueshëm. Të nderuar deputet, një muaj e gjysmë